Doktoresh, a ka një protokoll të caktuar ta zëm nëse një pacient i cili i është nështruar kemioterapisë, ciklit të kemioterapive, sa duhet të pauzoj nga marrja e fundit të ciklit për një PCT? Normalisht, mas përfundimit, duhet më kalu 2-3 javë pas përfundimit, do të të ciklit fundit kemoterapisë, që mandej na me bo PCT. A vlen njëjtë për rrezatimet? Për shembull radioaktiv që bojnë, sidomos këta me edhe për rrezatime. Se më varet ka njëherë mundet për shembull me shkaktu një djegje kutone, apo kupton të lëkurës, se tash sasia e rrezatimet ajo dihet për çka rrezatohet një karcinom për mi shkatru qelizat malinje. Edhe në këtë rast për pos qeliza malinje dëmtohen edhe disa qeliza të shëndosha dhe mund të ketë si lloj skuqe, djegje, dermatitis si thojmë na, kështu që në këtë raste kur ka ose pacienti për shembull operohet. Edhe na nuk e preferoj minimum 3 javë dhe 1 muaj mas operacionet, për shembull ai kërkon që ka hek një karcinom edhe don thot po du marr me bën një PCT, pa kalu 3 javë dhe 1 muaj derisa të shërohet vetë organizmi dhe tërhiqen ato infeksione ose çka ka, nuk rekomandohet, nuk bëhet. Domethënë kërkon një pauzë, një interval kohor prej çasaj gjendjes para prake që atij trajtimi që e ka bë pacienti, që mandej vjen se mund të fitojmë fals pozitiv një diagnozë. Të merr FDG, ajo është krejt lidhet me ndryshim postoperativ dhe inflamator dhe ta lëm përshtypjen ty sikur më kanë karcinome që ato nuancat e kuqet portokallta.